Po, Varuk. Me që tha dhe jo, kemi për shembull momente që themi që kemi njerëz që nëse na vinë kemi si problem, si na shton emocionet, ose ndoshta ku di unë si ta them, unë kam për shembull po e përmend me qenë se është më dhënë mundësia, unë kam mamin, nëse mamin vjen me pa në stadium, unë kam shumë emocione. Po, edhe më mirë i them mos hajde se ndoshta. Ke shans ti, si e ke ti, çka ke ti? Shans kam pas gjithmonë vllajn. I cili ndeshje për ndeshje më ndjek edhe atë kam pas shans gjithmonë. Edhe shqyr zoti që kam edhe inshallah gjithmonë do ta kem. Në për geta, futbollistët. Po. Çfarë fosin? Po mbajnë diçka për shkakun që mos vritesh, që mos dëmtohesh. Ka të ndryshme. A ne nuske profesor? Jo më çan nuske. Çfarë thot na i? Dhe ju e di. Si? Supersticios. Kush ishte besimtar në ato? Nuk i dinte ato suret, i fusin edhe i nuska aty, kush ishte besimtar, kur ishte ke feja tjetër, i kryqi diçka tjetër. Dikush Kurse me ju si s'ka qenë se s'lejohesh. Kishte të tjera gjëra. Jo më ka pas edhe Kishte pjesë. futja me këmbë në djathtë. Djathtë, po. Unë nuk dhe zë përmend emrin, një i Dinamos ka qenë futbollist. Ai nuk dilte gjatë nxemjes, asnjëherë jashtë vijave kufizuese. Dhe kur ja hidhnin topin në nxemje, ka stile. Jashtë vijës, ansore ose fundore, nuk dilte për ta marrë. Po pse kishte ose nxirrte trajneri jashtë e bënte ndryshe. E bukur që e ka. I çmen fare paske. I famshëm? Po i famshëm ka qenë i Kostine. Dinamos së madh. Dinamos së madh. Nuk dilte në nxemje jashtë fushës derisa të bukur. Po ka qenë edhe një trajner ekipit kombëtar që vinte me të njëjtën çantë. Ja më ja. Po. Si me të njëjtën çantë? Me të njëjtën çantë, gjithmonë. Vetëm atë çantë vinte ndeshje. Po pse e kishte shans. Ashtu ishte fiksuar dhe kishte rezultate shumë të mira. Që përmendin shansin, këtë vit kam pas shansin që Shirita kapitenit kam pas një shok, kam një shok aty në ekip që kur më vesh Shirita kapiteni gjithmonë ka ecë mbar dhe kam bë gol. Edhe ndeshje për ndeshje kam mban ti apo e mban ai? E mbaj unë, po në momentin që ma vendos ai Shirita kapiteni. Edhe vendos ai e ke kështu. Ka sjell shumë fat. Janë ca gjëra që i kanë ngelur. Jo, këto janë dhe jashtë, nuk është vetëm Shqipëri, këto janë dhe jashtë kanë këto gjëra. Ti shikon si? Edhe Cristiano Ronaldo në një nga ndeshjet që është zhvilluar në botror, mban një kujtim nga jati, duket se tek çorapet, Te getat. Po këtë e keni parë Bellingamin me getat grisur. E ban të grisur? Po më të grisur të hapur. Ose janë to simbolet të takat. Në çdo ndeshje, thuaç nuk kanë geta Anglia apo Reali Madridit, që ti hapi të mos jenë të grisur. Ja, me getat grisme për faktin që e kanë pulpën më të... Dikur një person vishte 2 geta në i këmbë dhe vishte dikur një person vishte 2 geta në i këmbë, 2 çorape, dhe getën tjetër. Një. Po flet për veten për shans. Po flet për veten këtu. Ti vetë ke pas në një tendën, çka ke pas ti? Se ti s'tregon fare për veten, vetëm tu i person. Unë ke palestrina ma e diçka. Qa? Zhip që mos... Si? Zhip, sepse jam dëmtuar njerë. Sulqen. Zhiva? Po, edhe heq syrin e keq. Jam dëmtuar një në stadion Dinamo. Sulqen, nuk është fikse kjo gjë, sepse mund të kesh pasur për shembull që do hym vetëm me këmbë në djathtë. Dhe e palluar atë ndeshje e rraf mos sa s'ka gut vënë. Pastaj është momenti më mirë ti futemi çik palestrën se na duhet. Jo, shiko, futbollisti kur dëmtohet fillon kupton shumë gjëra. Se duhet jemi kujdesshëm edhe ke më mirë ta lëm këto supersticioz, më mirë palestër. Ka gjithë futbollist. Palestër. Kush ekipën e fotografi? Palestër.